Gjindemi në qendrën rekreative sportive në Studeniqan, projekt që është kryer në bashkëpunim me UNDP dhe ambasadën zvicrane. Me thonë është bë komplet renovimi i qendrës rekreative sportive, që për mua është shumë ditë e gëzuar sot, pasi që janë duke shfryzuar përveç nxënësve të shkollës fillore Naim Frashi, që janë një numër i konsiderueshëm, po edhe të gjithë të rritë fshatit Studeniqan, po edhe të mbar komunës së Studeniqanit. Do thonë, është rregulluar terreni për futboll të vogël, terreni për basketball dhe kemi edhe pajisje urbane për fitness. Më thonë, projekt mjaft i qelluar dhe shumë kemi pas nevojë si komunë që ta kemi një kësaj lloj projekti, edhe vendi i qendrës rekreative sportive është shumë i përshtatshëm për ta shfrytzuar gjithë qytetarët. Dhe do të kenë mundësi që të merren edhe me aktivitete sportive, po edhe do të kemi një rini më të shëndosh. Banorët e Studeniqanit dhe fëmijët e kësaj komune kanë mundësi që të ushtrojnë këtu dhe të shfrytëzojnë këtë qendër rekreative sportive, e cila është renovuar dhe është bërë me kushte shumë të mira. Gjithashtu dua ta potencoj që këtu kemi edhe ndryshim dhe stërvitjet fëmijët mund t'i bëjnë dhe banorët mund t'i bëjnë gjatë mbrëmjes. Qytetarët në vend të parë